Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në eventin e parë online që e këmë organizu në kuadrë të grupit të ri që e kemi hapë bashkë me Rej, është Digital Vision Network. Qëllimi i këtij grupi nuk është vetëm me u, me u njoftu, mirë po me shumë qëllime të mëdha. Normal gjërat e para në fillim nuk janë shumë profesionale, nuk janë ndoshta shumë tërheqëse, mirë po gjithmonë me rëndësishme është me pas sinceritet edhe me pas vizionin e qartë për me arritë. Qëllimi i këtij eventi është me i prezantu ne vetët tona, edhe pse ndoshta nuk mund të jena eksperta të fushës, mirë po mjafton që ta kena hapur një derë ku ne mund të shfaqim diçka. Gjithashtu, edhe biznesin nëse kena biznes, ose produktin nëse kena kriju një produkt, shërbimet që i ofrojmë, po edhe vetën tonë si person. Kjo është qëllimi i krejt këtij eventi. Ki nuk do jetë eventi i parë, ky event do zgjase me seria. Edhe në të ardhmen besoj se do e përmirësojmë shumë ma shumë këtë event, e ndoshta do arrijmë me një nivel derisa ta organizojmë një event të madh kështu bashkarisht fizikisht me një me një sallë të madhe. Okej, atëherë, pa mos humbu shumë kohë, si fillim e prezantoj panelin e eventeve, e folëseve. Normal, eventi ka qenë i hapur, nuk është i kom përzgjedh personat, thjesht e kam qenë i hapur deri në 10 persona, kush ka pas dëshirë, mund të më thënë pa problem të ketë prezentu. Si fillim jam unë, jam Ilir Nëziri, punoj si SEO specialist, njëkohësisht krijoj edhe website online, mirë po ekspertiza më e madhe është tek SEO. Kohën e fundit kam filluar me kriju produkte që pak më parë e shfaqja një produkt në LinkedIn, mirë po edhe këtu sonte do i shfaq një dy tre produkte që i kam kriju, po edhe disa që i kam në listë e që dëshiroj normal me juve me marrë ideja, po ndoshta edhe me pas ndonjë lloj bashkëpunimi. Bashkë me mu sonte është edhe Rej Seferi, bashkë me Rej e kena themelu këtë grup, pak para këtij grupi e kena themelu trajnimin Digital Vision Academy, ku ne bëjmë trajnime për SEO edhe social media. Tash Rejn e kam edhe si bashk koleg në këtë mision. Me mu është edhe Rilin Nuka, një një themelues edhe një krijues i një platforme që unë nuk dëshiroj ta bëj të madhe pa mos e fillu ai shpjegimin. Pastaj është me mu Ari Thaçi. Ari Thaçi nuk është që jam një më parë, mirë po Arit i ka dalë emri nëpërmjet një platforme që ka kriju, e që ndoshta besoj se shumica për juve një tash se është bua viral edhe në emisionet në televizionet e Kosovës, kështu që edhe sonte kena Arin prezent që do na i shfaqe produktin e tij që e ka kriju, edhe do na i bëjnë pak më atraktive këtë event. Bashkë me mu është edhe Ina Gorica, një specialiste e rrjeteve sociale. Bashkë me mu njëjtë është edhe Benjamin Shahini, është një është një programer që edhe sonte do flase për shërbimet e tij. Bashkë me mua është edhe Esmeralda Todri, një eksperte që ka punu në bank, po edhe tash kohën e fundit ka qenë edhe në trajnimet tona, edhe është pjesë e grupit, po edhe si ofron shërbime tash në WordPress edhe në SEO. Kjo është një prezantim kalimthi për folësit. Do shta diçka kum haru, mirë po normal ma bën një avall për çdo lloj lëshimi. Sonte bashkë njëkohësisht e kam edhe fitimin. Fitimin e normal i kum bë ftesë të veçantë, mirë po tash momentin e fundit na i bën një surprizë që do jetë sonte prezent, kështu që edhe prej fitimit kena me përfitu dhe kena me mësu diçka nga ky event. Okej, pa mos humbur kohë,
unë dalë për këti eventi edhe e shfaq atë që unë e kam për këtë pjesë të parë të eventit. Si fillim, unë e kam website-in, agjensinë për WordPress edhe SEO services. Unë ofroj dhe më thënë vetëm di shërbime, as di më shumë, vetëm WordPress edhe SEO services. Sidomos tek pjesa e SEO services, dhe më thënë jam i specializuar në këtë fushë në detaje. Kjo është dhe më thënë website-i, i ofroj të shërbime, ofroj edhe mundësi për white label, me bashkëpunu në të ardhmen, nëse dikush për juve ka kompani ose agjensi edhe dëshiron ta ketë SEO si pjesë të agjencisë, unë jam mundësi që dhe më thënë në white label, jam mundësi që ai ta ofron në shërbimin e SEO-s nëpërmjet meje. Nëse ka normal në të ardhmen bashkëpunime në pjesën e white label, gjerisht mund të më kontaktoni dhe diskutojmë pjesën e marrëveshjes edhe pjesën e llojit të bashkëpunimit. Disa produkte që i kam kriju është produkti i fundit që e kam kriju është platforma Krijo CV. Domenin që e kam përzgjedh është fjalë kyçe, është keyword, është domethënë keywordi Krijo CV, është keywordi më i fuqishëm në trojet tona, shqip folse që nuk ka fjalë më të fuqishme se sa fjala Krijo CV, sepse shumica e userave që shkruajnë në Google e kanë domethënë fjalën Krijo CV. Pastaj i shtohet edhe shtesa Krijo CV shqip, Krijo CV falas e kështu me radhë. Mirë, po baza si keyword është Krijo CV, kështu që këtë keyword e gjeta të lirë edhe pata fat domethënë ta blej edhe më njëherë ta krijoj një platformë. Kjo është platforma që e kum kriju komplet falas, nuk ka nevojë për regjistrim, nuk ka nevojë për asnjë lloj pagese. Qëllimi është me ju ndihmu njerëzve që të krijojnë një CV shpejt të shpejt, pa mos pas stres ose me net me dizajnu me Canva ose me një lloj programi, mirë po me e bë shpejt e shpejt me një shablon profesional. Ky është versioni i parë, normal që në të ardhmen do e zhvilloj këtë dhe do e përmirësoj këtë platformë. Këtë platformë e kam kriju me web coding, me Hostinger Horizons, është pjesë e kompanisë Hostinger, që unë Hostingerin e përdor si platformë për serverat ku i menaxhoj të gjitha klientat edhe të gjitha domenat që i përdor. Mirë, po këto e kanë tash edhe një shërbim të tjerë që është Hostinger Horizons që bën web coding. Kështu që këto e kam kriju me web coding dhe mu bë ëndra realitet që një kohë të gjatë s'kam ditë asnjëherë me programu mirë, për shembull, platforma tash na u bë edhe kjo realitet, edhe tash mundona maksimum me kriju platforma tjera. Platformë tjetër që e kam kriju ka qenë domethënë platforma Free Online Invoices PDF. Njëjtë edhe kjo është komplet falas, nuk ka asnjë lloj regjistrimi e kështu me radhë. Qëllimi i kësaj është me gjeneru fakturë për klient ose për ndonjë shërbim të shpejtë, caktuar pa mos ne me dizajnu prej fillimi, mirë po thjesht i vendos detajet e klientit, detajet e kompanisë tënde, i vendos shërbimet, çfarë ka ofru, items, domethënë funksionon edhe me pjesën e diskontave, rating sa e ka, taksat e kështu me radhë, edhe është falas pas një lloj promocioni e kështu me radhë. Kjo është njëkohësisht me u ndihmu njerëzve pak a shumë për me arrit normal në punë me qenë sa më të fleksibil. Njëjtë edhe këtë platformë kam kriju me web coding me platformën Hostinger Horizons. Këto janë dy platforma që i kam kriju për momentin me web coding. Pjesë tjetër është platforma e akademisë që kena zhvillu, është Digital Vision Academy, bashkë me Ren e kena themelu këtë akademi, e qëllimi i akademisë është me i trajnu njerëzit sidomos rinin në SEO, marketing dhe social media marketing. Qëllimi jonë nuk është mu hap me shumë trajnime, mirë po është vetëm mu specializu në këto dy fusha. Vetëm këtë trajnim ne ofrim, nuk ofrim asnjë lloj trajnimi tjetër. Trajnimi domethënë është në nivel shumë profesional, nivel shumë i avancuar me të gjitha gjërat e fundit që ekzistojnë në tregun e marketingut kohën e fundit. Normal trajnimi zgjat diku 2 muaj, ofrojmë tablet falas për studentin më të mirë që pas këtij trajnimi me fillu me njëherë karrierën si freelancer. Ky trajnim është më shumë për freelancerat që dëshirojnë domethënë me punu nga shtëpia online e kështu me radhë e mu avancu në biznesin e tyre ose në produktet e tyre që i kanë ata. Pastaj është pjesa e YouTube, kjo është kanali im YouTube që ofroj gjithçka falas.
Këto janë trajnime që i kum bo me pagesë, mirë po i kum postu gjitha falas, vetëm e vetëm që të përfitojnë gjithë ata që dëshirojnë domethënë me mësu sa i përket pjesës së SEO-s, WordPress edhe gjërave tjera çfarë kom postu këtu. Domethënë ka shumë trajnime këtu, mund ta shfrytëzoni në maksimum këtë kanal, gjitha i kom falas, pas një lloj kompenzimi, mjafton vetëm ne t'i ndihmojmë njëri tjetrit edhe me u avancu në tregun e botës digjitale. Kjo dhe me thënë është kanali im, mund të bëni subscribe për çdo lloj video që do shpërndaj në të ardhmen, e zakonisht shpesh postoj video dhe ligjërata edhe trajnime të gjitha falas. Edhe e kam 3 produktet që i kam plan next për me i prezentu, edhe me i kriju. Produkti i radhës do jetë SEO site checklist.com, është një keyword shumë i fuqishëm në SEO. Pastaj është platforma e radhës, që e komplet domeni i radhës që e komplet është Eat and Traveling, është një fjalë, mirë po normal Eat and Travel është më e sakta, mirë po ky domen ishte i zënë dhe kushton të $60,000. Unë e gjeta ligë, domethënë eatandtraveling.com. Është një platformë, është një domen që kam të ardhmen me kriju një platformë ose për pjesën e direktorisë ose për pjesën e një blogu me bë promocione e kështu me radhë. Edhe e kom platformën, domenin e radhës që e komplet, është Current website, është një domen shumë i fuqishëm që ki domenin edhe mund shfrytëzohen të ardhmen për ose si një website që ne ofrojmë shërbime ose ofrojmë vetëm website për bizneset e veturave me qira, Current, ose pa marrë parasysh një ide tjetër. Për të trija këto kom bu një postim para dijave që jam i hapur për bashkëpunim edhe njëkohësisht tash e përmes para juve për çfarë edhe kjo është edhe ky event. Jam i hapur për bashkëpunime edhe pse më kanë shkruajtur shumë persona për këto 3 platforma, kush dëshiron domethënë me bashkëpunu ose me pas ndonjë ide ose diçka që mund ja merr mendja që mund të arrijnë sukses me këto 3 domena që i komplet, domenat janë premium. Lirisht domethënë mund të më kontaktoni në WhatsApp në LinkedIn edhe i diskutojmë planet. Kur flas domethënë për lloj bashkëpunimi, flas si në aspekt teknik, por si edhe në aspekt financiar, po edhe në aspekt menaxhimit, në gjitha llojet e aspekteve ekziston bashkëpunimi tek këto trija. Pa mos humbur më shumë kohë, nëse keni ndonjë ndërhyrje, ndonjë pyetje për këto trija, po edhe për këto pjesë të tjera që i kom kriju, lirisht domethënë ju mirëpres për feedbackun tuaj, si ju duk ky prezantim edhe këto produkte që i kam kriju dhe që i kam plan t'i krijoj. Një pyetje i lirë nëse ka mundësi. Po të gjom? Po, patjetër Samir. Oke. Tek ajo platformë spa i përshëndet gjithë pranishmit dhe një ide shumë e mirë dhe e qëlluar për këtë ide që e keni nis. Ju uroj suksese. Tek platforma krijocv.com a ka më pas mundësi useri me u regjistru dhe me rujt për shembull atë CV-n që në të ardhmen kur ka nuk ka mes me pas nevojë për me bo edhe një herë dhe me pas danat e gatshme. Okej, shumë, domethënë shumë feedback i qelluar. Nuk e ka këtë opsion. ë Zakonisht kur e krijon domethënë CV-n edhe e bën shkarko, automatikisht domethënë dhënat ruhen në browserin tënd, mirë po nuk ruhen direkt në në shablon ose në website-in tim ose në serverin ku i mbaj unë databazën. Kështu që kjo është një feedback shumë i qelluar, kështu që do e kem parasysh që në versionin tjetër, do më thonë ta përmisoj edhe ta fusim edhe këtë si feature. Do të thonë këtu qëllimi i platformës, do më thonë i kësaj redaktorit është normal me fut një fotografi, me fut gjitha dhënat edhe këto janë gjitha opsionet që i ka. Do të thonë i kum zgjedh gjitha opsionet, do të thonë që mos mungon as pak as një lloj pjese tek kjo tek i redaktor, kështu që mi pas gjitha të kompletume. Mirë, po këtë pjesë normal do e zhvilloj në
në versionin e radhës, kur do i përmirësoj edhe disa probleme ose disa bugs tjera çfarë i kam. Normal, gradualisht derisa të arri ta bëj një platformë me të vërtet efikase dhe me vlerë për gjithë shtrohet tona, vendasit tonë e kështu me radhë. më e një diskutitin. Po, Mund të kajti për shumë platforma, po që ka mendovon që të shkakton shumë më e mirë, edhe të shkakton këtë vetë, përsa që më të shkruajt mirë manuali për i zonat, po tash me integru inteligencën artificiale dhe inteligencën artificiale me kriju krejt CV-me të aplikate, në pas informatave që e jepë. po. Ari, kërkoj ndjes mirë, po nuk është që ndëgjohesh shumë mirë. Vjen pak zëri kështu i turbull, ndoshta shkaku i dëgjuesve ose Tash besoj që jeni në tash makina, po. tash është super, tash është super. Okej. Mu më pëlqej këti për shumë platforma dhe kanë një ide shumë e qëllume, po si një lloj këshille, po mendoj që me integru inteligencën artificiale, që kish me qunë një tjetër nivel platformën ku personive që jep dhonat krejt të vetat, edhe inteligencë artificiale mrena pak minutave ja jep CV-n e gatshme, besoj që kish rrit shumë ma shumë efikasitetin e platformës, edhe kish bu shumë ma shumë përdorshme, sa me shkruajt krejt dhonat në manuale. Okej, super. Shkruama këtë pas event, shkruama kështu me mesazh që ta kem si feedback edhe për ta përmirësuar të ardhmen. Okej, Përshëndetje Ilir, faktikisht e përshëndetje. kam bërë një si të them, nuk është as kritika apo diçka, po edhe pse thuhet krijo CV.com, për çfarë arsye nuk është në gjuhë të ndryshme, pse mos me qenë edhe mundësia që platformat përdoret edhe në gjuhë tjera. Arsyeja është se kur e pash zhvillimin e CV-s, e pash që gati, si më thonë, është hard-coded vetëm në gjuhën shqipe. Po. E kuptoj shumë mirë esencën e gjuhës shqipe, sepse jam edhe vetë i thari asaj, por vetëm desha të pyes, a është ndonjë arsye pikërisht pse vetëm gjuha shqipe? Jo, s'kom diçka kështu në arsye specifike, mirë po vetëm pse domenin e kam blet Clio CV, që është në gjuhën shqipe, edhe kum nis domethënë normal me në gjuhën shqipe, kështu mirë po nuk është diçka që ndoshta të ardhmen nuk mund bëhet në gjuhë tjera, kështu që është diçka që do ta mendoj që ta bëj edhe në gjuhë tjera. Nuk është definitive, për shembull, nuk është definitive patjetër të jetë CV-ja komplet në gjuhën shqipe. Do mundohem të bëj edhe shablona të tjerë, templeta të gatshëm në gjuhë huaja, kështu që mos me vështirësu këtë pjesë, mirë po me e zgjedh cilën dëshiron edhe normal me pas edhe këtë opsion. Mirë po, okay, e kam qartë, falenderoj shumë për të feedback. Okej, atëherë nëse nuk ka normal dikush tjetër, unë jam i hapur për diskutim edhe për pjesët tjera, normal këta mund t'i mendoni ndoshta edhe pas trajnimit, kush dëshiron normal me qenë i hapur për bashkëpunim e kështu me radhë. Okej, atëherë unë mos e zgjas më shumë që të kena secili hapësirë me fol, atëherë unë e bëj stop share edhe ja jap fjalën kolegut bashkëthemeluesit tim, Rejt, i cili do na flasë për shërbimin e tij që bën në social media marketing. Rej, udhëno. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur tek Digital Vision Network, te kjo iniciativë që e kemi marrë bashkë me Ilirin. Për ata që nuk njohin, jam Rej Seferi, social media manager për rreth 7 vitesh në Tiranë. Kam punuar domethënë kryesisht në Tiranë, në Shqipëri.
Gjatë këtij rrugtimi kam pas mundësinë që të punoj me biznese të ndryshme, me brende të ndryshme, apo me sipërmarrës të ndryshëm për t'i ndihmuar domethënë me pjesën e content marketing, sepse aty është dhe specializimi im, le të themi, që të rrisin atë pjesën e brandit, audiencës dhe që të ndërtojnë një identitet të mirë dhe një prezencë mirë në rrjetet sociale. Eksperienca ime ka qenë kryesisht e fokusuar domethënë tek social media management, pra menaxhimi i rrjeteve sociale për biznese të ndryshme, edhe pjesa e realizimit të kontentit dhe krijimit të kontentit, qoftë me foto apo me video content, dhe pjesa e strategjive të marketingut, domethënë për këto biznese. Pikërisht kjo ka qenë dhe një nga arsyet, domethënë nga eksperienca që kam pasur, dhe nga njohja me Ilirin, vendosëm pra që ta krijojmë dhe pjesën e akademisë online, Digital Vision Academy, si një platformë dhe si një akademi online, domethënë ku neve tregojmë atë eksperiencën tonë dhe ato njohuritë, domethënë praktike të marketingut digjital, dhe që të ndihmojnë, si më thënë, brezat e ardhshëm. Dhe ky ka qenë domethënë fokusi dhe synimi jon kryesor, që jo thjesht japim atë teorinë dhe ato gjërat bazike, domethënë, por sjellim atë ekspertizën tonë konkrete se si të rrisim brandin ton online dhe të bizneseve të ndryshme, domethënë. Gjithashtu edhe pjesa e Digital Vision Network ka qenë domethënë si ide që të rrisim atë komunitetin online, ta krijojmë si një bashkësi, domethënë ku ne ndihmojmë njëri tjetrin dhe ofrojmë atë vlerën, pra secili sjell ekspertizën e tij dhe të rritemi të gjithë së bashku, domethënë. Edhe pse ne për shembull mund të jemi edhe në fushat njëjta, apo edhe në fushat ndryshme, ne mund të bashkohemi në këtë pikë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin, qoftë me bashkëpunime, po edhe me ide të ndryshme dhe me ndihma të ndryshme. Kjo është ajo pak a shumë, domethënë, fokusi që kemi. Tek pjesa e shërbimeve, domethënë, unë personalisht ofroj domethënë krijimin e kontentit, qoftë me foto apo video, po edhe pjesën e menaxhimit të rrjeteve sociale dhe rritjen e brandit, qoftë për ato që janë personal brande, po edhe për bizneset. Kam punuar domethënë kryesisht si freelancer, pra pothuajse që nga viti 2019 deri tani, kam punuar domethënë me pjesën e menaxhimit të rrjeteve sociale dhe me content marketing. Gjithashtu ju falenderoj që jeni bërë pjesë dhe jam i hapur domethënë edhe për pjesën e bashkëpunimit, po edhe për ide të ndryshme dhe për bashkëpunime ndryshme që mund të kemi me njëri tjetrin në vazhdimsi të këtij rrugtimi. Falenderoj shumë Rej. Kush ka diçka, nëse ka dikush diçka për Rejn, më thënë lirisht mund ta pyesë tash, nëse ka diçka për bashkëpunim, mund t'i shënone pas eventit, edhe mund ta kontaktone për ndonjë lloj bashkëpunimi. Okej, nëse nuk ka diçka, atëherë shkem me radhë, me folësin e radhës, kur këtë do na flasë Ari Thaçi, që do na shfaqe dhe do na prezanton në platformën e tij agentin shqipfalës AI. Bujrëm Ari, mund ta bësh edhe share screen nëse dëshiron. Po, atëherë përshëndetje për gjithë, faleminderit shumë që keni pranuar dhe jeni pjesë e këtij eventi. Për mua është për një kënaqësi, edhe më shumë qef kam aplikuar ose kam dashur me u taku me juve, për shkak se është një dëshirë për mua jam me bashkëbisedu me persona që për një kanë një farë lloj qëllimi të përbashkët me mua edhe janë të interesuar për më rritë edhe për më zhvillu qysh mënyrën profesionale, po ashtu edhe personale. Pa e zotë shumë, unë jam themelues dhe krijues i platformës Agenti AI. Krejt ideja e platformës është lind, tu dashur me një farë lloj kontributi në shoqëri, edhe tu e ditë edhe pe përvojës personale, bizneset gjithmonë janë përballë me çit borën në mesazheve, për shkak që kur shko biznes ose hiç pa pas biznes e din që për një me krejt nevojat për me blej ose për me ditë, për me rezervu një pushim shembull ose për diçka,
krejt i kemi mbrëmje, edhe krejt i kemi kur nuk e këqyrim orën. E neve na pëlqen që me marrë që ato kushtate me marrë një lloj përgjigje dhe me ditë pak a shumë se apo përshtatet me nevojat tona. Edhe për këtë arsye e kam vendosur me kriju platformën. Krejt platformën e kam kriju vetë, edhe mënyra se çu kam kriju është krejt prej mësimit që e kam bëu online, edhe krejt, domethënë krejt kurset që i kam ndjek, kurset kanë qenë, por ka qenë veç video shembull i liri që i ka në kanalin e tij, edhe me eksplorimin më shumë me ChatGPT edhe me chatbotat që kanë qenë, edhe janë duke u zhvilluar çdo ditë. E mendoj që është tepër sa një mirë, besoj që është ona tjetër e medaljes e platformës, për shkak se e vrejmë edhe është një farë lloj mësimi për gjithë, që për me kemi disa mundësi që nuk na vijnë tash veç me krys me mos një farë lloj kursi ose një farë lloj me bazë një lloj diplome për me fillu, edhe nuk lypet me qenë normalisht me fillim, që rrecikë dhe i lirë në fillim, mënyra më e mirë në fillim, se normalisht me kohën të kemi mësu vetë dhe kemi pa që me kalimin e kohës se je edhe punon çdo ditë, ka me rregullu vetë. Pa shumë kohën e kisha bo share screen, veç nëse më një me më tregu a është dole jo. Jo, Ari, bëje share edhe unë do të jap qasje. Okej. A të dul? Jo, ende. So njëm të ta tërku këtë loj për me ma lëshu, po nuk e di pse. A jetu e bë entire screen? Po. Nuk e di pse, po ma bën. Okej, nëse s'mundesh, ta bëj unë share screen tek website-i dhe ti fol pastaj. Bën. Bën edhe ashtu më stupi ma shumë kohë. Atëherë, që shpeshen edhe vetë, këtu është platforma edhe website i platformës, Agenti AI, pra këtu e kemi asistentin, që do më thonë lidhet me Instagram, Facebook, WhatsApp edhe webfaqe, edhe i merr dhonat, lidhet do më thonë edhe me stock, po edhe me PDF ose veç me shkrim nëse i biznes edhe veç a shkruan. Për shembull, ligjer më nësh me bu ndonjë farë lloj pyetje ose çka ofron ti ose çka do që çka ofron një ose. Edhe vlen me të sekt që agenti përgjigjet çdo pyetje, do të thonë krejt botën, krejt gjuhët i flet. Nuk është vetëm në gjuhën shqipe, po kryesisht unë e kam bërë për gjuhën shqipe për bizneset. Rej, Ari, kjo si the krejt gjuhët, me çfarë i bën, me çfarë i ke bë translate gjitha gjuhët? I kom bo për shkak se i kom lidh me chatbota tjerë, kur vjen puna shembull për një gjuhë që nuk është fort shoh, për shembull një farë gjuhë që nuk është përpas anglisht ose gjermanisht ose shqipës, e kom lidh me API të ChatGPT-s. Edhe është me lidhje domethënë direkt me të. Okej. Do të thënë tek paketat e shërbimit, mund Po, ta flasësh pak? po, do më thonë të paketat janë këto dy, për shkak të paketa e parë kemi mbështetjen automatike edhe do më thonë implementohet veç në Instagram edhe në Facebook. Ndërsa te paketa e dytë kemi edhe caktimin e termineve ku agenti lidhet direkt me Google Calendar, edhe do më thonë i cakton terminet në mënyrë automatike edhe shembull nëse unë i them në orën 10 po du një termin, po ti tek një person tjetër i thot në orën 10, ky e lexon në mënyrë edhe nuk ka bën asnjëherë. Edhe në momentin që konfirmohet termini, ky e dërgon direkt mesazhin tek stafi. Okej. Edhe në momentin që ne dëshirojmë, tash shembull, kur klienti dëshiron që me bisedu me një person, jo me chatbotin, agenti i dërgon një notification stafit që do të thonë merret në dorë bisedën se është një pyetje, ose në momentin që i bëhet një pyetje që nashta ky nuk e ka përmbajtjen e informacionit, asnjëherë nuk e shpik përgjigjen për vetit, por gjithmonë i merr ato përgjigje që janë veç mbrana informacionit, edhe në momentin që bëhet një pyetje jashta, ky thot agenti i thot që me prit pak derisa vjen dikush prej stafit.
edhe kjo është platforma, për momentin i kam këtu veçëri, po të njëjtën kohë nuk mendoj që me e ndol veç këtu, po mendoj që me i vazhdu hale, po në këtë moment që jam, se platformën e kam lansu që 2 muaj, edhe mendoj që është mirë për fillim, përderisa me bu disa lloj klient ose me qysh shpejt, edhe pse për fillim është mirë, për shkak se edhe bizneset janë të interesume, po të njëjtën kohë vlen të që edhe bizneset në Kosovë, kur përshojnë që është AI, inteligencë artificiale domethënë, nuk e kemi hale atë besimin edhe nuk po e dim të mirat edhe benefitet, po besoj që me kalimin e kohës ka me u lehtësu kjo. Për shkak se unë në fillim kur e kam kriju platformën e kam po edhe kam ditë që për me ka me qenë pak vështirë, por në Ishte me të pyet direkt kështu, po, cili është efekti që nëse është praktikuar në kompani, efekti direkt i kësaj platforme? A Po. kena një shembull konkret që ka thënë kompania, kjo ka ndryshuar te na? po. Fillimisht mënyra që qysh ka ndrua edhe efektet e para që i kom po, është që unë, për shkak që jam në shkollë, në gjimnaz, dhe në momentin që kam lansu, ka qenë një farë hobi shumë i madh i bizneseve që më kanë kontaktu. Edhe në momentin që unë kam qenë në shkollë, agenti ka komunikuar në mënyrë, domethënë në mënyrë direkte me ta dhe me njëherë apo ky përgjigjen, gjë që ka rezultuar që ka qenë shumë e suksesshme për shkak se bizneset që punoj dhe bashkëpunoj sot me ta, kanë qenë prej atij momenti që domethënë agenti ka kryer shumicën e punës fillestare ku ka treguar saktësisht se çka bën, çu implementohet, që të njëjtën kohë nëse kisha qenë unë pa agentin tim, është dashur ndoshta me prit derisa te kryore, për shembull ka ndodhur që ta mund të më himse me kam dërzuar telefonin në shkollë për orës 1 deri në 6 normalisht është një farë kohë që për me kishte rezultuar një farë lloj zbeje ose ftoje të interesimit. Edhe kemi për shembull disa një kompani që punon me jashtit, domethënë është kompani turke, edhe ata e kanë dashur tepër të knoqën dhe feedbacku i tyre kryesor është që ja u ka lehtësuar shumë barën e mesazheve që vijnë pas orarit tyre, sa ata punojshin veç për orës 8 deri në 4 me customer support, po domethënë shumica e mesazheve kishin pas orës 4. Edhe agenti ja ka ndihmuar shumë për shkak se edhe në 12 natës, edhe në 2 natës, ja u kthej përgjigjen më një herë dhe ja u kthej mënyrën në çysh ata kërkojshin vetë. E kupton po që për një me produkti është tepër i mirë, edhe kryen shumë punë. Domethënë parën e mesazheve ta hek 100%. Arrin një shembull konkret a mundesh me përmend? Një produkt ose diçka të ndryshme që kanë një ngjarje të vërtetë. Në ngjarje të vërtetë, po e tregova që është kompania turke. Shërbimi, çfarë shërbimi ofron ajo, që kjo e ka lehtësuar punën shumë? E kanë customer supportin për me fabrikë është për domethënë e bojnë një farë lloj shishet si kjo lloji këtyne, edhe i eksportojnë në vende të ndryshme, edhe në mënyrën se qysh ato bizneset edhe ai ka qenë biznes shumë i suksesshëm, edhe domethënë ka marrë të kohën pyetje prej bizneseve, edhe i ka rezultuar tepër në mënyrën më pozitive. Domethënë që ka qenë shumë feedback i mirë, që tu e di që kanë qenë edhe nuk kanë qenë shqiptarë ata fare, edhe ka qenë një bashkëpunim tepër i mirë. Njëjtën kohë kemi edhe frizerkat në Kosovë. E dim që është një prej profesioneve tash, sidomos verës, që ka një farë lloj pune tepër të madhe dhe edhe me caktimin e termineve u kanë ndihmuar tepër shumë, për shkak se ata nuk e kanë tash atë punën edhe atë barën që qysh me i rezervu terminet, agenti domethënë ja u cakton krejt edhe ja veç ja u dërgon në kohë reale, sepse kush e merr këtë platformën agenti ai e ka dashboardin në real. Edhe i shaq krejt bisedat, edhe i shaq krejt terminet që bëhen, edhe po kjo domethënë është i kemi dy rose ku i kanë ndihmuar tamam në kohë reale. Një pyetje, më fal. Po, patjetër. Pjesa domethënë e informacioneve të biznesit ose detajeve që i jep, domethënë i merr vet automatikisht AI apo duhet ja jap ti paraprakisht që të futet të analizohet domethënë dhe... Po. I kemi domethënë mundën dy variantet janë. Te pjesa e trajnimit mundemi me i trajnu edhe me shkrim, po të njëjtën kohë mundemi me veç linkun e web faqes, apo mundemi me lidh direkt me stokun që e kemi. Për shembull, ka biznese që kanë stokun në PDF, veç e kërkojmë PDF-in edhe në mënyrë automatike agenti i merr dhonat edhe është gati. Domethënë puna për me implementuar agentin është një kohë që mund të më marr varësisht prej biznesit, po nuk merr shumë kohë. Për shembull është mas shumë të që mund të më marr kohë është gjysore ose një orë.
po shkoj deri te maksimumi i informacioneve që i ka bizneset. Po tu e di që bizneset i kam shembull kit ose në Excel ose PDF, nuk merr shumë kohë. Super. Faleminderit shumë. Unë me kaq e kisha përmbyll pjesën. Besoj që isha i qartë edhe ju falenderoj për vëmendjen. Nëse keni pyetje ose sugjerime, jam tepër i lumtur me i dëgju për juve. Falenderojmë edhe ti Ari për këtë produkt që e ke sjell në trojet tona, e që është produkti i parë, mendoj unë, besoj se s'ka pas askush kështu produkti paraprakisht. Po, i pare, ndër të paret. Kështu që ai që është i pari e merr kajmakun e merr. Po, unë mendoj që është një farë thik me dyteja, për shkak se edhe është në mënyrë që po e sjell diçka tre, po të njëjtën kohë është një farë vështirësie që shoqë ka edhe më herët me bizneset në Kosovë që ende nuk e kuptojnë saktësisht edhe ende mendojnë që thjesht kur e mendojnë AI ose kur e shojnë inteligencën artificiale, po e mendojnë thjesht një ChatGPT që te e pyet për çdo sen edhe ka përgjigje për çdo sen, po vlen me tek ChatGPT AI kur hyn te në biznes ai po ta gjejnë veç për atë biznes. Nëse te e pyet shembull sa shtorë ose një pyetje personale, ai normalisht nuk e kthen, se ai është nuk është veç një chatbot, po është një agent që ta kthen këtë përgjigje më një herë, po i kthen veç për biznesin, nuk dal asnjëherë jashtë temës. Ari, çfarë serveri përdor ose cilën platformë e përdor për me kriju agentin? Kryesisht, do të thonë puna në 90% është me web coding, edhe ka qenë i kom mbledh gjitha agentët prej Cloud, ChatGPT, Gemini edhe e kom kriju. Okej, ku është për momentin live, cilën serverën ban? Serverin edhe kështu e kom në white label me një platformë Steamer AI. Po do të thonë e kam kombinu white label edhe web coding edhe ka dalë krejt rezultate i agentit. Okej. Të uroj shumë sukses Ari. Shpresoj që të Faleminderit arrish shumë. maksimumin e shitjeve, po edhe pjesën e këtyre abonimeve për klienta. E shpresoj që brenda një vitit me arrit me përforcu këtë produkt, edhe pastaj domethënë mja pa vlerën edhe gjithë hajrin të këtij produkti, kështu që të urojmë shumë suksese edhe veç vazhdo përpara. Faleminderit shumë Lera, vlerësoj tepër shumë, ishte tepër një kënaqësi jam tepër e madhe me bashkëbisedu me juve. Falenderojmë edhe ti. Faleminderit. Okej, atëherë a dëgjom? Okej, atëherë me që nuk ka ndonjë pyetje, kisha dashur me shfaq folësin e radhës, që është Rilind Nuka, e që nuk është që e kom njoh në herë më para, mirë po jena njoh tash, edhe pse nuk është kisha dashur shumë Rilindi para se me e prezentu platformën, me prezentu edhe njerë vetën, sepse mendoj unë se ka goxha bajagi karrierë në këtë treg, kështu që kisha pas dëshirë maksimum me përfitu prej Rilindit. Rilind, urdhëro dhe mirë se erdhe. Tjetër. Përshëndetje të gjithëve. Disa prej njerëzve ndoshta edhe më njohin fitimin, ndërta jemi taku disa herë. Atëherë, unë jam Rilind Nuka, jetoj në Kosovë, kom jetu një 16 vite në Belgjik, kom vendos para 10 viteve me u kthy në Kosovë. Punoj në industrinë e IT si software engineer që mbi një dekadë, edhe
Paka shumë ka që më ka ra me punu ka ana e softwaret në industri të ndryshme, të fillu prej automotive, fintech, um, uh, industri të ndryshme tash s'po di edhe me i cek. Uh, Mirë po sot kam ardhur me fol për një produkt që kam shumë afër zemrës. Ilir po e dërgoj një request për me bo Pa, share. pa, Nëse mundem. provo edhe Okej, njerë, tash faleminderit. Po, qasje. po. Atëherë. Ëm, produktin e fjalë vetëm më trego edhe një herë ma konfirmo që po shihet Pa prezantim. shihet, okej. Në rregull, faleminderit. Atëherë, produkti që un kam zhvillu, sidomos në 4-5 vitet e fundit, është një produkt, një orë fizike, e cila shihet edhe në prapavi mrapa. Emrin e kam lënë pak një wordplay, fjalë orë. Është një orë fizike e cila nuk ka akrepa, por e tregon orën me shkronja. Um, Ideja e kësaj ka qenë, si që e kam më herët, unë kam jetu disa vite në Belgjikë dhe gjithmonë e kam vrejt që dashuria e gjuhës shqipe nuk më ka ikë asnjëherë, e kam pas gjithmonë pikë të dopt edhe me kohë kam pas që disa produkte duhet të jenë më shumë autentike, më shumë diçka e cila na sjell afër me identitetin ton. Um, Arsyeja edhe e krijimit të orës është sepse një produkt i tillë në gjuhën shqipe nuk ekziston, ka të ndryshme në gjuhë tjera, por e kam vrejt që edhe në prototipet tjera që i kam pas në shtëpi ka qenë gjithmonë një iniciues i bisedave, një identitet shumë i bukur i gjuhës shqipe. Misioni që unë kam dashur me realizu me këta është që identiteti shqiptar më shumë është kultura si dizajn, sepse nuk duhet mbetet në muze, është diçka që na shpesh i kushtojmë vëmendje dhe nuk bën me u anashkalu, kuptohet. Kemi muze të ndryshëm, histori të lashtë, por pse jo ta kemi edhe diçka që është teknologji e ditës sotme, por edhe për të ardhmen. Ideja është, si që ka më herët, me transformu leximin e orës përveç akrepave edhe në shkronja. Një fun fact që mund ta cek është se unë e kam djalin tash 7 vjeçar, është në klasën e parë dhe sa ka fillu me lexu, edhe kur i vjen koha për me dalë në shkollë, e ka atë e din kohën kur është për me dalë në shkollë dhe vjen e lexon orën dhe thotë, ok, është ora më nis. Ka filluar dhe ai me kuptu konceptin sa është ora, kur është koha sakt për me u nis për shkollë. Ideja e orës, do më thonë, ka kushtu shumë kohë deri tek ora përfundimtare e cila është lansu para një muaji. Ora përfundimtare që është bë prerje me laser me precizitet shumë të afërt milimetrik, do të thonë se cila shkruajmë përveç se fonti është dizajn personal, e gjithë ora, duke fillu nga fonti tek dizajni, tek elektronika, tek website, aplikacioni, e gjitha janë punim i imi personal. Do më thonë, është prerje me laser, LEDs të cilat përdoren në orë janë thirrën NeoPixels, janë disa LED të cilët nuk janë të thjeshta, një shqirit i thjesht i LEDs ka një ecuri që po e ndezet parën dizën të gjitha. NeoPixels janë addressable LEDs ku mundesh me programim me i thonë ma ndes të parën, të tretën dhe të pesën, ose vetëm numrat tek, numrat çift e të tjera. Një gjë tjetër që shumë orë nuk e kanë, të paktën në gjuhë tjera që përdorin, është indikatorët e minutave. Në orë janë 4 yje poshtë, të cilat janë indikatorë të minutave, ku tregojnë se është minuti 1, 2, 3, 4, ose 5, 6, 7, 8, 9, falë, 6, 7, 8, 9,
dhe çdo 5 minuta orës i ndrohen shkronjat, domethënë ka iterim 5 minutësh. Një gjë tjetër që më ka kushtu shumë kohë, sidomos nga prototipet e para deri më tash, është personalizimi i mesazhit. Domethënë, ora e ka një mundësi kur mundesh një mesazh me personalizu, siç është këtu në foto Ariana Nzana, kjo është një orë e cila i është kushtuar një shokut tim, i cili sot e ka në banesën e vet. Mirë po, përveç Arian Nzana, ka hapësirë, kuptohet jo shumë të madhe, por ka hapësirë ku mund të personalizohet ora për një dhuratë ose diçka tjetër. Është një dizajn shumë minimalist i cili përshtatet me të vërtetë në çdo ambient. Um, një gjë tjetër që i kam shtu orës është edhe këtu siç është në foto, është leximi i orës me numra, domethënë nëse e fokuson pakës nëse ora është në një largësi më të madhe, atëherë vren që këtu janë numra, nuk mundet të lexohet, por është si numër. Me të vërtetë është diçka e cila është një conversation starter, shpesh më ka ndodhur që për gjithçka, edhe kur e çoj në zyrën punë, është shumë një tërheqje e vëmendjes. Është krijuar për njerëz që vlerësojnë artin, teknologjinë, po edhe trashëgiminë siç e ceka, sepse fokusi kryesor është gjuha shqipe. Shtyllat e inovacionit që shqeka janë të gjitha pjesë cilat i kam zhvillu unë, është hardware i cili është custom made, domethënë është një mikrokontroller i cili ofron Bluetooth Low Energy, ka një custom PVC, domethënë është çdo pjesë e orës është punimi imi, në të njëjtën kohë paralelisht është edhe software-i, domethënë është një aplikacion i cili është të paktën aplikacioni i cili gjendet tash në App Store është versioni i dytë, mirë po jam në zhvillim të versionit të tretë i cili përshtatet më shumë premium feeling i cili i ofrohet edhe me orën. Edhe pjesa tjetër është kultura, siç e ceka, është një shtyllë e cila me të vërtet nuk dua ta lëshoj, mirë po mbi të gjitha është edhe diçka që unë e çmoj jashtë masë me pas një produkt që mund të mburrë me atë produkt edhe me thonë është made in Kosovë, është i joni. Specifika teknike të orës është për masat, për momentin është 40x40, për një trashësi 4 cm. Janë dy versione, është inox, i cili është versioni premium, mirë po është edhe një plak metali e zezë, do të tregoj pas pak. Është Bluetooth Low Energy dhe ka peshën vetëm 3 kg gjys. Në punime sipër, kuptohet, kam një punë e cila nuk më lejohet me lëshu e gjithë ora, arsyeja edhe pse ka zgjat ka shumë është se në kohën time të lirë, pasi që edhe fëmijët flen, unë i kushtoj vëmendje orës. Jam në punime sipër të një versioni tjetër i cili është një mini, do të jetë më i vogël, edhe një version tjetër që besoj në të ardhmen do mund ta shfaq, i cili mund të jetë është në punime sipër, nuk po tiz më shumë në atë drejtim. Ideja e orës është se, domethënë, vetmja gjë që duhesh me pas është vetëm rryma. E gjithë ora kontrollohet me një aplikacion. Mundesh me ndryshu ngjyrën e shkronjave, mesazhin e personalizuar mundesh me e shfaq, me rregullu intensitetin e dritës, edhe me përditësu firmware është to do, nuk është hala e implementuar, por është është në plan të realizimit. Aplikacioni është në Google Play Store edhe App Store me emrin e njëjtë, fjalor. QR codes janë këtu nëse doni me i downloadu. Mirë po, më shumë dua t'i kushtoj pak a shumë, ose më shumë them rruga e zhvillimit ose reflektimi mrapa. Koncepti ka qenë në vitin 2022 kur edhe kom ble banesën me gruan, kemi bisedu për me ble një orë, edhe i kom thonë lejom ta marraj vetë një orë. Prototipin e parë kom arrit me zhvillu pak ma shumë se një vetëm ka marrë, vendosja e shkronjave, matrica e ledave, hardware-im ka kurthu shumë kohë.
Pak më pak se një vit më vonë kam bo edhe aplikacionin. Prototipet e para kanë qenë shumë bulky edhe me peshë shumë më të madhe. Edhe në prill të këtij viti kam arrit me lansu modelin e fundit, i cili është këtu me peshë vetëm 3 kg gjys, edhe me aplikacion të versionit fundit. Sot ku jemi është një prezantim publik, cilin është prezantimi i parë i orës cilin e bëj, edhe në të ardhmen shpresojmë që të kemi shitje globale, si që ka kam shumë jam idhtar i madh i gjuhës shqipe, por mbi gjitha kam qef me pas një produkt i cili mund të quhet Made in Kosovë që të jetë i joni. Kisha pas që vetëm shumë shkurt që para se të filloj me pyetja, t'ju lejoj shumë shpejt me e pa versionin e fundit të aplikacionit siç duket. Do të thonë kur kemi orë në proksimitet të afërt, e shfaq orën këtu, edhe në momentin që konektohem, ora e bën një indikator që është bën një konektim, edhe në konektim e sipër lexohet state i orës se në çfarë gjendje është edhe që shfaqet edhe në aplikacion. Njëjtë mund me ndru që me shfaq me numra apo edhe në shkronja. E kemi këtu një settings i cili na mundson me i ndru ngjyrën e shkronjave në mënyrë dinamike, ashtu siç dojmë ne. Njëkohësisht mund me ndru edhe ngjyrën e backgroundit, apo ta bëjmë backgroundin e errët. E lëmë në ngjyrë. Edhe një gjë tjetër se si që ka më herët e kemi mundësinë që secila orë e ka edhe një mesazh të personalizueshëm, mirë po në këtë rast është një mesazh që unë vetë i kam zgjedh këto fjalët kur mos u dorëzo, edhe këtu poshtë është shkruar fjalor. Secila orë që blihet këtë mesazh e ka by default kur mos u dorëzo, është mundësia që edhe mesazhit t'i lëm në ngjyrë ashtu siç duam, kuptohet nëse mesazhi është i personalizuar, atëherë do të jetë ato shkronja ose fjalë apo mesazh, urim apo diçka që shfaqen në këtë mënyrë. Kaq është edhe normal intensiteti i orës i cili mundesh në kohë reale me ja ndal ose me ja ndez. Po e kthej pak në ngjyrën e Kosovës, edhe e lëm kështu. Nëse keni në një pyetje me gjithë shef, ju përgjigjem, për ndryshe kisha pas qef me arsyeja nështë i kum ja pak shpejt, po pata qef me e jap edhe një demo të shkurt se si duket oran, edhe më tregu shumë shpejt edhe website-in nëse kemi kohë. Rilin ka bërë një punë me të vërtet shumë interesante si fillim, sepse si na pa asnjëherë me pa kështu produkti. Mirë po, Bajagi ka qenë, e kum dëgjuar me vëmendje, ka qenë një produkt me të vërtet i menduar, mirë në detaje, kështu që përgëzoj për këtë produkt, shpresoj të kesh sa më shumë shitje, vetëm desha me të pyet, a pranon, do të thënë, a është i hapur ky produkt për investim? A pranon aksionera në këtë produkt? Unë produktin e kam fillu si produkt personal. Kuptohet që nuk shoh asnjë dëgjues nuk kisha marrë pjesë as në këtë evenement, sigurt mos t'isha i hapur edhe për atë drejtim. Në çfarë do mënyre që t'jetë e mundur, jam i hapur për bisedime edhe me fol në mënyrë bashkëpunimi, qoftë në mënyrë digjitale, aksioner apo investues për zhvillim të versioneve tjera. Sido që t'jetë jam i hapur për ata, edhe nëse ka të interesuar, flasim pa asnjë problem. Okej, super. Nëse ka dikush pyetje, lirisht deshe ta bësh share website-in apo Rilin?
Po, lirisht nuk është diçka kështu, vetëm desha që ta shfaq edhe pjesën e website-it. Është fjalor.com. Ideja e kësaj është, domethënë, që ka më herët, është një pasqyrim i kulturës tonë. Ideja orës është menduar që po tjetë hapësira i japim edhe gjuhë tjetër, sepse kjo pjesa e përparme mund të zhvillohet edhe në gjuhë tjera, funksionaliteti mbetet gati i njëjtë, duhet një programim i ri, por është programim edhe bëhet gjë që bëhet. Mirë po, ideja kryesore për mu personalisht ka qenë e kom dasht, siç e kam thënë këtu, gjuha shqipe në rolin kryesor edhe produkt i zhvilluar në Kosovë. Super. Ka edhe disa foto të cilat janë pjesë e kësaj. Një gjë tjetër që po vrej këtu në website është se kur ndalet edhe ndizet ora, e ka edhe një animacion shfaqet mesazhi, edhe është një animacion i cili edhe paraqitet edhe këtu në website, nëse të bëj scroll, janë disa foto të ndryshme, specifikat, është një paraqitje e aplikacionit mobil, është versioni i parafundit, jo ky që pam sot. Është një blog ku i kam shfaq disa artikuj për orën, nuk ka shumë, vijnë të tjerat edhe është pjesa e shopit, i cila është në funksionim, mirë po për momentin nuk i kam jap shumë kohë dhe nuk kam bë as marketing ose diçka tjetër. Siç e pat edhe në prezantim, në prill të këtij viti kam bërë lansimin e parë, edhe tash jam në zhvillim e sipër të një strategjie marketingu, edhe fillojmë edhe me atë drejtim. Po lirisht nëse ka dikush pyetje, se nuk dua ta teprej. Po, nëse ka dikush diçka, për mua ishte shumë produkt mbretëlënës, inshallah ke sa më shumë suksese. Nëse ka dikush tjetër diçka lirisht, mund t'i bëni pyetje Rilindit pa problem. Faleminderit. Në rregull, Ilir, Në rregull, Rilind, falenderoj shumë për këtë pjesëmarrje edhe për këtë prezantim, kështu që jam shumë mirënjohës që je pjesë e këtij eventi. Shpresoj që mos mungosh në eventet e radhës kur kam t'i bëj. është hera e parë që është e zorshme. Tjera të vinë vetë. Tjera të vijnë vetë. Falenderoj shumë, Rilind. Apo, lutem. Okej, atëherë në radhë e kam folësen e radhës, që është Ina Gorica, që është një specialiste e rrjeteve sociale që ofron shërbime për marketing digital, kështu që ja hapim fjalën Inës. Ina është Ok, më duket se Ina nuk është për momentin këtu. Atëherë, pa më shumë kohë, jap fjalën, domethënë prezantuesit të radhës, edhe pse nuk është që e kum njoh normal tash shumicën për juve, i kum njoh tash, është Benjamin Shahini, kur do na flasë për shërbimet që ofron, vet ai tash do na i prezantone. Benjamin, mirë se erdhe dhe gjyrisht mund të prezantosh. Mund të lëshosh mikrofonin. Mirëmëngjes, faleminderit për këtë mundësi. Jam Benjamin Shahini nga Gostivari. Jetoj përfermierisë në Gjermani, shumë të kohës në Hamburg, dhe këtu jam me kompaninë e jonë
që quhet Zoramos Group, që bëjmë IT service dhe Java development, edhe servise të ndryshme si për shembull database administrim. Ta lëshoj këtë prezentimin. Duket. E shihnim këtë faqen e parë prezantim biznesi. Po. Po dhe faqja jona është zoramos.com. Ne ju ofrojmë kompanive të mëdha, më shumë kompanive të mëdha, po edhe kompanive të vogla, web development ose Java development, varet nga projekti ku punojmë. Edhe këtë e shohmi të arsyeshme se kompanitë nuk kanë mundësi që të punësojnë software inxhinierat të ndryshëm, dhe kështu ne ju ofrojmë shërbimin tonë. Ne ofrojmë shërbimet të teknologjisë së fundit, remote, me Scrum Team për shembull, ose Kanban, Java, edhe ashtu edhe me JavaScript ose TypeScript backend ose më shumë edhe frontend me browser aplikacione. Ne u ofrojmë kompanive edhe trajnim edhe mbështetje gjithë përfshirëse në ato lëmi që i kërkojnë ato, qofshin Scrum apo software engineering. Këtu i kemi 3 persona, unë, Benjamini, si full stack Java developer ose database administrator të databazave si Oracle ose MySQL, dhe kemi menaxherin e firmës Ravish Ahmed, që punon si DevOps engineer edhe zhvillues back-end developer. Edhe kemi edhe një tjetër, Rinorin, që është full stack developer në lëmin e JavaScript ose TypeScript. Gjithsesi jemi 7 punëtorë tek kompania. Teknologjitë që i ofrojmë si ceka janë në përgjithësi Java ose në Gjermani Java, Spring edhe Spring Boot aplikacione, apo teknologjia më të tjetra të Javas, ashtu edhe JavaScript edhe TypeScript tek browser aplikacionet, edhe frameworkat të ndryshme të Java që janë të programuara në JavaScript. Edhe ofrojmë edhe për kompani për shembull të vogla edhe web development për shembull me WordPress. Në WordPress për shembull kam si shembull ato në faqen e xhamisë shqiptare në Hamburg. Ne mund të shihni tash që e kemi kriju në WordPress. Është një faqe e thjeshtë, por desha që të tregoj këtu. Ne mund të vazhdojmë me
prezantimin. Ne kemi për shembull projekte tjera si për shembull projekti i migrimit të datash prej një platforme të një menaxhimit të projekteve si është këtu Project Facts në Xhira apo projekte të ndryshme me Xhira si për shembull ato raportimi i projekteve se si është projekti të shku, çfarë janë punëtorët për të bërë ose të ndryshme reporte që mund të bëhen me Xhira si aplikacion me API-n e Xhira. Edhe në vitet e fundit ma shumë kam punuar edhe me përpunimin e adresave, kanë qenë Java Spring Boot aplikacione, kemi një aplikacion për shembull për ta gjetur rrugtimin për një adrese të një adresë tjetër që për ta gjetur adresën më të shpejt ose nëse jep adresa të ndryshme se si me gjet rrugën më të shpejt për ti shërby krejt adresat. Për shembull, për një kompani, nëse bën service gardening, që ti shërbej shumë adresa, për shembull, në Hamburg ose në rrethinën e Hamburgut, që ato shërbime ti bëj sa më shpejt. Po, kjo është e gjithë. Gjitha faleminderit për vëmendjen. A keni ndonjë pyetje? Falenderojmë edhe ti Benjamin për këtë prezantim, edhe na vjen mirë që paske një lloj shërbimi si ky normal që është pak ma old school, ti themi, sepse tash gjërat e reja normal avancojnë shumë shpejt, mirë po ende paska paska shërbime këtij drejtimi dhe të lloj forme, kështu që të uroj shumë suksese edhe të falenderoj që ishe pjesë e këtij eventi që shpërndajte këto njohurime neve dhe kompaninë ose shërbimet e tua. Nëse ka dikush ndonjë pyetje për Benjaminin, lirisht le të urdhëron. Shumë faleminderit. Okej, atëherë nëse nuk ka ndonjë pyetje, mund të vazhdojmë me folsen e radhës. Ne falenderojmë Benjaminin edhe vazhdojmë edhe me një prezantuese, edhe pastaj mund të diskutojmë ndonjë pyetje përgjigje bashkërisht edhe e përmbyllim si event, duke përfituar edhe me shpërndajt edhe kontaktet me njëri tjetrin, me nejt në kontakt bashkërisht. Prezantuesja e fundit është Esmeralda urdhëro, lirisht mund të ta bësh share screen ose të prezantosh. Përshëndetje, dëgjoj. Po. Në rast parë të them ndjes të zërit, se jemi në kushte të mëra shëndetare. Por përveçse kësaj, nuk do doja të mungoja në këtë event mrekullueshëm. Sigurisht do filloj me falënderimin për tuajin, sepse ke qenë mentori i parë për ndryshimin e karrierës time. Jam një punonjës me një eksperiencë të gjatë në institucionin bankar. Tashmë kam vendosur të punoj online nga kurso të shpëtimit për të arritur
atë që unë kam dashur ndër vite. Të kuptohet puna fizike në zyrë ka të tjera kritere dhe kushte. Sigurisht, pa lënë rej, që gjithashtu tjetë të rrugtimi, unë thot kam mundur që gjithçka që kam shkuar nga ju, jo thjesht teori, por edhe praktik, edhe vizion, edhe çdo ide që ju keni përcjell në mënyrën më të mirë të mundshme, ta vë në praktik. Jam e lumtur që kam arritur të ndërtoj protokolin tim personal me WordPress, Elementor and SEO. Ndoshta për shumë njerëz këto shihen si shtylla të ndara me vete, por për mua është një ekosistem për bizneset. Dhe në ditët e sotshme mendoj që është shumë e rëndësishme që ne të mos kemi thjesht një biznes të padukshëm për klientët tanë dhe pse mund të kemi një produkt shumë të mirë. Jam e lumtur që jam bashkuar në këtë grup, në këtë event, ku dëgjoj ide, shërbime të mrekullueshme dhe ju falenderoj për gjithçka. Jam këtu dhe do jem në vazhdimsi në rrugtimin e përbashkët për më të mirën e mundshme për gjithë secilin. Pa u zgjatur, ju falenderoj pafund dhe ju uroj suksese të gjithëve. Okej, të falenderojmë edhe ty, Esmeralda, që ishe pjesë sonte e këtij eventi. Shpresojmë që në të ardhmen kesh sa më shumë suksese në rrugtimin tënd në këtë profesion që tash vetë e ke nisë, ndoshta si profesion i ri në karrierë. Faleminderit shumë. Okej, nëse ka dikush ndonjë pyetje, lirisht le t'u dhënë. Okej, atëherë ky ishte paneli për këtë event që i kishim 6 folës, edhe pse ndoshta normal nuk ka qenë në atë nivel shumë profesional, mirë po mjafton që qena rahat në atë që e prezantojmë. Shpresoj që të keni kalu sa më mirë gjatë këtij eventi. Shpresoj që të kena përfituar për njëri tjetrit, edhe shpresoj që mos ngele ki vetëm si event, mirë po pas këtij eventi me njëherë të fillojmë me bashkëpunime. Për juve që nuk jeni pjesë e grupit në WhatsApp, lirisht mund të futeni në grupin e WhatsApp Digital Vision Network. Aty domethënë tash do i shpërndajmë kontaktet tona, e-mailat, webfaqet që i kena prezantu. Unë domethënë do i bëj gjitha me një përshkrim, gjithë detajet edhe gjithë kontaktet për ne folësit që kena qenë sonte, edhe do i shpërndaj që normal që domethënë prezente në grup, që nëse dikush dëshiron ndonjë lloj kontakti, atëherë më njëherë me kontaktu. Gjithashtu, ky nuk do jetë domethënë eventi, siç e theka edhe në fillim, nuk do jetë eventi i parë ose i fundit, mirë po kjo është vetë se fillimi, edhe shpresoj që në të ardhmen krijojmë evente pak më profesionale që do i përmirësoj si në aspekt profesional, në aspekt vizual, po edhe në aspekt të menaxhimit të folësve dhe gjërave tjera, që normal do i krijojmë edhe një webfaqe, do e krijojmë edhe një panel për suportime nga kompani tjera që dëshirojnë të bëhen sponsor për këtë event, lloj eventesh e me shpërnda domethënë produkte. Gjithashtu e kam plan edhe në të ardhmen me bë një event edhe për pjesën e investimeve special vetëm
me marrë investitorët për produktet tona e kështu me radhë. Domethënë, eventet vetëse prej tash që e kanë nisë dhe nuk do ndalen në të ardhmen. Unë ju falenderoj edhe një herë nga zemra për gjithë juve që ndejtë deri në fund, e bëhet domethënë këtë event shumë atraktiv edhe shumë me vlerë, kështu që nëse keni ndonjë pyetje tash, lirisht mund të ma thoni mu ose qerve mes nesh e kështu me radhë. Nëse ka diçka, bujrum edhe urdhënoni. Okej, nëse nuk ka diçka, pa mos ju marrë ma shumë kohë, ju falenderoj shumë edhe një herë, do jena në kontakt në grup edhe shihemi në evente tjera që do jena bashkarisht. Suksese gjithëve për gjithë këto produkte dhe shërbime që i prezantuam dhe mos ndalemi asesi dhe ecim përpara. Ju falenderoj edhe një herë dhe shihemi në eventin e radhës. Faleminderit edhe ty, Iliri. Mirupafshim. Faleminderit gjithëve. Deri.